Sot është ditë e shtunë, trafik kudo nëpër Tiranë, mezi kaluam dhe jemi rrugës për tek kepi Rodonit, pasi javën e kaluar ishim thjesht për një vizitë të shkurtër dhe më bëri përshtypje situata dramatike dhe alarmante që ishte në bregun e kepit Rodonit, aty ku është edhe kalaja e Skënderbeut. Nuk ishim të pajisur me mjetet e nevojshme që t'jepnim edhe ne kontributin ton për pastrimin e mjedisit, ndaj sot vendosëm që familjarisht të kthehemi, të rikthehemi dhe t'japim një kontribut minimalist duke pastruar diçka nga i gjithë ai landfill mbetjesh plastike. Në përgjithësi, kur ne i themi Matejt që do të shkojmë përsëri tek ai vendi ku ishim një herë, ai nuk është se e merr me ndonjë kështu entuziazëm të madh, por kësaj radhe u hodh përpjet. Matej çpate këtë radhë. Se plazhi atje ishte shumë i ndotur dhe nëse futen veturinat në det, pastaj mund të ngordhin kafshët, si për shembull peshku, karkaleci. Tani gjej rastin t'ju them dy fjalë për kepin e Rodonit dhe rëndësinë e tij. Natyra nga këto anë është ende e paprekur vende dhe për mua është një nga destinacionet më të bukura dhe më të qeta të bregdetit të Adriatikut. Plazhi është kryesisht shkëmbor dhe uji është kristal. Jo vetëm kaq, por kepi ka edhe rëndësi historike, pasi aty ndodhen rënojat e kalas së Skënderbeut që u ndërtua rreth viteve 1500 dhe shërbente si pikë strategjike mbrojtje kundër pushtuesve Osman, dhe më vonë shërbeu edhe si pikë vrojtuese nga armiqt inekzistent të Xhaxhit Enver, i cili ndërtoi edhe mira tunele në Shqipëri. Ja ku mbritëm edhe te kepi Rodonit, kemi marrë ca dorashka, ca thas plastik dhe do pastrojmë. Javën e kaluar erdhëm, pam, denoncuam, pasi postova një video në rrjetet e mia sociale dhe të shohim nëse ka patur ndonjë reagim dhe na shkon rruga bosh pra, mbase e kam pastruar brenda javës. Megjithatë, ne do bëjmë detyrën tonë, do mundohemi që aq sa mundemi të pastrojmë plastikat. Nuk do t'i them njeriu që të na bashkohet, kam marrë thas mjaftueshëm me vete dhe dorashka, sigurisht që njerëz kishte që po shkonin drejt kalas Skënderbeut. Nëse na bashkohet dikush, mirë, nëse jo, dua t'ju kujtoj këtu që në Shqipëri ka patur projekt ligje, nisma për menaxhimin e mbetjeve urbane, që për mua kanë rezultuar të gjitha të dështuara. Madje nisma e fundit ishte që në të gjitha supermarketet nuk do t'jepeshin më qeset plastike pa pagesë, por me pagesë, me idenë që të ulej konsumi i qeseve plastike. Edhe kjo dështoi me sukses, pasi ju që jetoni në përrethe e dini shumë mirë që qeset plastike në supermarket i keni marrë gjithmonë pa para, pa paguar, pra vetëm për në Tiranë funksionoi kjo nisma apo ky ligj, dhe situata është e njëjtë dhe dramatike. Mbeturina kudo, plastik kudo. Ndërsa këtu me siguri që nuk i kanë nxjerr deti, por i kanë nxjerr dora njeriut. Unë e kuptoj që në këto shtigje ti djersitesh dhe vjen erë të pakëndshme, po të paktën deodorandin merre dhe hidhe atje ku duhet. U djersite që u djersite, mos e hidh thuse. Hello. Hi. Hello, I'm Hi. Ilir. And you? I'm Ben. Ben. Yeah. Oh, Ben, it's like Albanian name. Oh, really? Cool. Yeah, our Ben
for example. Ah, okay, Your nice. first time here? First time, yeah. And how did you learn about Albania? Why you decided to visit Albania? Two reasons. So my family is here for a festival. So my sister, she has 3 young children. They all stay in Durrës. And also my boss in London is Albanian. Ah, Albania. Yeah, from Durrës, which is where from we Durrës. stay. Okay. Yeah, it's all Thank you. over. Thank you, Ben. And nice to meet you. Enjoy. Too. Bye. Bye. Shtigjet janë shumë të bukura, por mund të jenë edhe më të bukura nëse nuk do kemi mbetje si këto. Ose si këto. Ja ku jemi dhe asgjë nuk ka ndryshuar. Si që thash, kemi marrë edhe qese plastike, por edhe dorashka, edhe thasën. Si thua Matej, do na bashkohet njeri, do na ndihmoj? Jo, nuk është se po e bëjmë vetëm për video, po e bëjmë që t'japim një mesazh. Të paktën ata që vinë ta vizitojnë këtë vend kaq të bukur, mos ta hedhin bidonin ose mbeturinën vende pa vend kudo, sepse këto nuk është se i kanë hedhë njerëzit këtu, po i kanë hedhë njerëzit në shtëpi te lumi dhe lumi i ka sjell këtu. Po si i ka sjell deri aty? Sepse lumi derdhet në det dhe pastaj deti i nxjerr mbetjet plastike. Unë po e niste nga zona më ku është afër Kalas, pra, afër Bedenave. Kjo ka humbur, me siguri ka humbur dikujt ndonjë pushuesi. Sigurisht që këtu duhen skavator, kamiona ose duhen një grup vullnetarësh për ta pastruar këtë situatë. Nuk mund ta bëjnë 2 apo 3 persona të vetëm. Pas shpinës time, ka dhe njerëz që po na bëjnë se hir. Në fakt, sa herë që kam ardhur këtu te Kepi Rodonit, nuk ka pasur shanse që të mos gjej ndonjë turist të huaj. Janë të pa numër turistët që e vizitojnë këtë bukuri të Bregdetit shqiptar, por gjithmonë për të ardhur keq jam ndeshur me këtë situatë. Edhe përpara 10 apo 12 vitesh kur kam ardhur për herë të parë, kështu ka qenë. Askush nuk e çan kokën. Oh, thank you. Did you have any more bags? Yes, we have. Thank you. No problem. E po ky është kulmi. Të vinë të huajt edhe të pastrojnë shtëpinë. Megjithatë është një mesazh shumë i rëndësishëm dhe shumë i fortë ky. Një turiste na u bashkua, do ta pyes pas pak se nga vjen dhe pse vendosit na bashkohet. So, you are from England, yes? I'm from right? England, Okay. yeah. And even it's your first time even for you, like Ben, yes? Yeah, And I grew up in a small island in Mallorca. Mallorca. We also Okay. have a problem with plastic. Ah, you have the same Yeah. problem. Yeah, so Okay. it's such a shame, such beautiful places, and Yeah. they're just full up of plastic. And this was the reason that you decided to join us? Okay, thank you. Here you have another bag. Oh, thank you. Thank you. help as well. Dhe me që jemi këtu te pastrimi, do doja edhe një mendim tuaj dhe të ma lini në komente, shkruani vendin më të ndotur që keni vizituar në Shqipëri.
shuani në koment. Jo vetëm nga plastika, por edhe nga mbetjet e tjera. Jam shumë i lumtur që mesazhi u përkthye me një herë. Kryesisht tek të huajt, jo tek ne. Ne vim për të bërë thjesht një foto edhe shohim se çfarë. It's not my problem. Këtu ka një mungesë totale të vëmendjes së pushtetit lokal dhe pushtetit qendror, pra Ministrisë Turizmit apo Ministrisë Mjedisit, por edhe të Bashkisë Përkatëse, për sa i përket menaxhimit të mbetjeve. Dikur këtu ka qenë dhe një flamur, ndërsa këtej ka patur dhe një tabelë informuese për gjithë vizitorët. Në fakt vjen keq se si është lënë kaq në mëshirë të fatit një nga kështjellat më të bukura që ka Shqipëria. Nuk paska vetëm dhallë, qumësht, kos, bira, pije, por paska dhe mbetje spitalore. Pra, që do të thotë mbetjet spitalore nuk asgjësohen ashtu siç duhet, por hidhen në lumë. Dhe lumi i sjell tu në det. Këtë bidonin ose këtë depozitën e ujit që e gjetëm këtu, menduam dhe me qenë se na mbaruan thasët e plastikës, menduam që ose Matej më saktë më sugjeroi që po sikur ta kthejmë në një kosh, apo jo Matej? Nuk e pastruam dot gjithë bregun, por vetëm një pjesë të vogël ja rikthyem Skënderbeut ashtu siç na e la 500 e kusur vite më përpara. Ndaj gjithë ju që vini të vizitoni natyrën, mos harroni të merrni një palë doreza dhe një thes me vete, sepse kontributi më i madh që mund të bëjmë ne është vetëm të kujdesemi për natyrën. Apo jo, Matej? Po. Edhe mos harroni të bëni like and subscribe. Sigurisht që nuk na kushton asgjë që të gjitha këto thasët i marrim dhe t'i çojmë në pikën fundore, pra atje ku është edhe kisha e Shëndout ose kisha e Kepit Rodonit, por do bëj një test për të parë edhe ndërgjegjësimin, përgjegjësinë e të gjitha institucioneve përkatëse. Ne do marrim vetëm 3 thas dhe 4 të tjera do t'i lëm aty ku ka qenë edhe tabela informuese e kalasës Skënderbeut, dhe nëse ti që po shikon këtë video, vjen javën tjetër apo kurdo që të vish këtu në Kepin e Rodonit dhe i gjen përsëri këta thas atje në vendin ku unë do t'i lë, të lutem bëj një foto dhe ma dërgo në koment. Dy thas i kanë sjell turistët që na ndihmuan poshtë. So, thank you Ben. I hope you come back one day in Albania and you can find it more cleaner. Enjoy it. Bye. Natyra na përket gjithve dhe ne na mbetet të japim pak fare kontribut. Minimalisht të kujdesemi për të dhe mbeturinat mos t'i hedhim vend e pa vend dhe maksimalisht të marrim një qese ose një plastik nga natyra ku e gjejmë të hedhur. Mos harroni të bëni follow dhe Like and subscribe. shihemi në videon e ardhshme.